Dita e mësuesit, 7 marsi, festohet sot në të gjitha trevat shqiptare. Kjo ditë festohet në të gjitha shkollat e vendit me aktivitete të shumta në shenjë falënderimi për mësuesit për punën që kryen në edukimin e brezit të ri. E cilësuar si ngjarje me rëndësi arsimore dhe kulturore, sot të gjithë kujtojnë edhe mësuesit e parë të shkronjave shqipe. Dita e mësuesit i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve dhe në këtë ditë të gjithë së bashku nderojmë traditat më të mira të shkollës kombëtare shqipe, si dhe të figurës së mësuesit. Mësuesit shqiptar në çdo kohë, në çdo krahin kanë qenë jo thjesht profesionistë të arsimit, por në radh të parë ishin patriotë dhe njerëz të emancipuar, human dhe artistë të fushave të ndryshme. Më 7 mars 1887 në Korçë u hap mësejtoria e parë shqipe. Mësues dhe drejtori i parë i saj ishte Pandeli Sotiri. Veç të tjerash, kjo ngjarje ishte një fitore e madhe për popullin shqiptar, pasi deri atëherë dhënia e mësimeve për shkak të pushtimit osman bëhej privatisht brenda shtëpive në mënyrë të fshehtë, kështu që nga ajo ditë 7 marsi festohet në Shqipëri si dita e mësuesit për të përkujtuar atë ngjarje të rëndësishme kulturore dhe historike. Mësejtoria e Korçës qëndroi e hapur për gati 20 vjet. Drejtues së saj ishin figura të njohura të rilindjes shqiptare, si Pandeli Sotiri, Petronini Luarasi, Nuçi Naçi, Thoma Avrami e të tjerë. Kontributi i madh që këta adhetare veprimtar të shquar dhanë për kombin, dëshmohet nga dëshira e zjarrt që ata kishin për të përhapur dije në popull.